Kryesia e Partisë Demokratike ka marrë një sër vendimesh sa i përket riorganizimit të saj. Në mbledhjen e zhvilluar këtë të hënë në Selim Blu, vendos që me 23 maj të zgjidhet kryetari i Partisë Demokratike. 2 javë më vonë, më konkretisht në 6 qershor, është vendosur që të mblidhet kuvendi kombëtar. Kryesia vendosi si afat përfundimtar 30 prillin për zgjedhjen e kryesive të degëve të partisë. Ky proces dëshmoj dhe njëherë se ne nuk duhet na si rrethant të heqim dorë nga primarit. Nuk mund të zëvendësojmë ne me asgjë vullnetin të drejtën për vendimarrje të anëtarëve tanë. Duhet vazhdojmë me finalizimin e zgjedhjeve të gjitha degët e tjera, zgjedhjet e kryesive të Partisë Demokratike në përpjekje të madhe për hapjen e kësaj partie dhe për zgjedhjen në drejtimin e saj të njerëzve më me reputacion, të demokratëve e demokratëve më me reputacion. Ta mbyllim këtë proces, ta finalizojmë me zgjedhjen me kuvendin në fillim të qershorit dhe rikthehemi krahas kryengritjes paqësore, rikthehemi tek përgatitjet për zgjedhjet vendore, të cilat duhet të angazhohemi me të gjithë forcën. Gjatë fjalës së tij, Sali Berisha u ndal më së shumti tek akuzat mbi kryeministrin e vendit në lidhje me vendimin për Belinda Ballukun, ku kuvendi nuk ja hoqi imunitetin. Më pas ai foli edhe për protestën e 22 marsit, ku u bëri thirrje shqiptarëve që të marrin pjesë masivisht. Me vendimin e parlamentit për të mbyllur mundësinë e hetimit pa imunitet, institucioni akuzës apo tentativat e tij për të funksionuar mbi bazën e ligjit jashtë kontrollit ekzekutiv marrin një goditje fatale, asgjësuese, përfundimtare. Nëse SPAK-u ishte viktimë direkte, viktimë tjetër madhore e këtij akti është çdo qytetar shqiptar, i cili ka për aspirat integrimin e tij në Bashkimin Evropian. Zgjidhja dhe alternativa e vetme e kësaj krize ekzistenciale për shqiptarët është opozita. Forca jonë politike ka qenë dhe mbetet e vendosur për një integrim të bazuar në merit dhe s'do shpëtosh kurrë nga ligji dhe drejtësia me këto që ke bërë. Nuk do ketë forcë në botë që të mbron. Hiqe nga mendja. Ndaj dhe ne vazhdojmë kryengritjen tonë paqësore. Ai me mandatet e krimit, ne me idealet, parimet dhe interesat më fisnike të shqiptarëve duke i mbrojtur ato. Protesta e datës 22 është frymëzim për çdo shqiptar dhe secili nga ne duhet të jap kontributin më maksimal në një kryengritje të fuqishme me 22 mars. Kryengritje që duhet të jap përgjigjen më të merituar akteve antikombëtare, antikushtetuese, antiligjore të Edi Ramës, që përpiqet me çdo kusht të mbrojë vetën dhe sojnë e tij hajdut nga ligji dhe kushtetuta. Demokratët do të ngrenë paralelisht një grup pune që do të shërbejë për të miratuar disa ndryshime statutore.